Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Flasim Arbërisht, podcasti i cili synon të bëjë sa më të dukshme të folurën arbëreshe në trevat arbërore të Italisë, në ato 100 apo më pak komuna, të cilat pavarësisht shekujve që kanë kaluar, ruajnë akoma gjuhën, kulturën, traditat dhe veshjen zakone. Për të folur në këtë gjuhë të mrekullueshme, kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që kam ftuar zonjën Lucia Martino nga Frashineto. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Është kënaqësi. Zonja Martino, na tregonin çik për aktivitetin tuaj teatror, amator, në cilën ju i keni dedikuar gjithë pasionin tuaj të mundshëm. Po, sigurisht. U jam mësuese ka shkolla media Ernest Coliti Frasnit. E bashkë me la preside dirigente Emilia Plaiotta applicartim la 482, kjo ligje për katës. Ma pak janë që applikarjen. E bëm attivartim per gjuhën arbëresh ca attivitata laboratoriale, teatrin per gjuhën, cucinen per kulturën e riproduzione artigianale delle icone. Ma attivitete teatri, dunque scoletto, Zoom, të shkruajën e të dëvasin me teatrin. E allora kjo është një attività, një strument didattico që këtë hinj assolutamente ndër skollet delle comunità arbëreshe, sepse kjo është il metodo u e bëra. E dunque mund të thonë se është një metodo, secondo me qëndroj vetë ki il metodo, perché ti ndase bën la lezione frontale e i thua këtire guagnunëve mirë një pagina 24 që kemi djovasmi. Patjetër teatri është një instrument shumë ndihmës për të mësuar dhe shkruan gjuhën arbërore. Është shumë importante. Unë ani me grupin tim që kam ika ka skola, ormai ka 20 vjet, e kam një grup teatrale arbëresh popolare, e këta këtu në mangu të djovasin e shkrujen. E djovasin e din më mirë se u bën edhe poesi. Njëra ndër këta grupe, njëra ndër këta gra, edhe një tërbur, komboniren poesi lingua arbëresh. Dunque janë dei talenti, që zbulova me teatrin, divertiren ata. Divertiremi. Pra, kënaqemi, kalojmë në argëtoheni ju, dhe nëpërmjet këtij lloji argëtimi, ju ruani dhe mësoni dhe gjuhën arbërishte. Ashtu është. Se na vëmë in scena commedie di vita quotidiana, dhe në fjalë italian kemi vëmë, se na arbëresht jemi kështu, nga se kemi dhe me marmi fjallet antiku, na marmi fjallet moderna, e gjuha është una lingua viva, dunque na già in meracolino kun na mangon fjalla dhe me marmi, jo ka shqipi, dhe me marmi kataliani. Dunque kjo është un miracolo, si thonë një mrekulli e vërtetë është. Më tregon çik për aktivitetin e fundit që realizuat në Bruxelles. Kush ishte organizatori dhe çfarë pjese vut atje? Allora, neve në invitarti një shoqat shqip. Atje janë shumë shoqata shqip. Konica, e kjo shoqat presidenti dish se kish vene e para herë ka zëmra Europës duhe se kish bene kultura arbëresh. Dunque na tjeltim, ish njëherë Pinocchi, jo ish njëherë Pinocchi, Pinocchi e Arberis, il titolo kësaj komedie. Pinocchio që i themi edhe në italisht, edhe në shqip, është Pinocchi i Arbërish, e keni adaptuar juve. E regjista jon, teatrit ja thonim Maguarashi që në nga arbëreshe kojo. Però ka 20 vit që është e punon me mua me teatrin tim, e dunque tjeltim gjithë ajo gjuhë ajo arbëreshin, quindi sa vërteta se në do të zënë arbëreshin, se ajo il tire e zu, e gjithë la kultura, e ajo bëri un format ku brenda vu gjuhën, vu kostumet, vu këngat, e vu edhe kuçinen. U isha ka teatri L'Oste del Gambero Rosso, ku vate Pinocchi e vate hëngër bashkë me dejprën e me maqet. Dunque, teatri arbëresh është, ki teatri jonë, u thomë se është një shumë importante që kishë shumë i rëndësishëm.
Ju në mos gaboj unë para disa vitesh keni interpretuar një shfaqje edhe në Teatrin Kombëtar të Tiranës. Ose gaboj, po. Pra mbaj më mirë. Po. Ka qenë e suksesshme ajo, kam qenë dhe unë spektator nga ajo shfaqje. Po, që di. Urime, shumë gjëra të bukura. Bëm 2 serate, gjithu ngren, gjithu rebatur duart e ture qarë, se kjo është... Duke duart trokitur, po. Edhe mos gaboj ka qenë ambasadori Neritan Ceka në atë periudhë. Ai që nasual. Se ai, come thom sempre, gjithë ambassadorët që kenë, vetë ai erdhë në mes të arbreshve, si e vjen ti. Ti e pesi vjen në mes të arbreshve me strumentet tënde. E ai erdhë me se kish një që janë të arbresh, si janë, si vivien, që bëjnë, që thot. Të gjithë ambasadorët duhet ta bëjnë këtë gjë. E jo në bëri mos njëri, kemi thonë, purtroppo kemi thonë se e bëri vetaj. Dunque ai erdhë në mes neve, na zbuloj, e pra në mbitoj me teatrin atje. E përshëndesim zotin Ceka se është një person mjaft pozitiv dhe mjaft i zotit. Po, pas Bruxellit, çfarë shfaqje keni në program për të realizuar? Allora, bëjnë parte della redazione një gruppi që jam e presentare të Katunde të Arbresh. Katunde të Arbresh janë këtu in provincia di Cosenza, ma edhe gjithë në Calabria. E u do të thomë se me këta interviste që me bëjnë con gli ospiti, perché individuare jam e rëfijemi gjithë le karakteristike që janë ka Katunde. E mrakoli cili është, thëmu, u thëmu ma, mund e thuash edhe, ju mund e thoni gjithë se jam sotto gli occhi di tutti. Jam e zbulomi gjindë që kanë un grande orgoglio di Arbresh. E quindi ancora non vditim completamente. E këta mass media, dhe RAI, ato që bënë edhe i që bënë ju, janë instrumente fondamentali importanti, perché... Sigurisht, janë instrumente të rëndësishëm për më ruajtjen e gjuhës. Për vërtet, media është patjetër një instrument i tillë. Zbulon, ca shurbise, në Arbresh, u dhja të që bënë Shambasi, Civit, Unger, Fer, però non dhja të që bëhe Provincia di Crotone, Pallagorio, San Nicola dell'Alto. Invece atje janë gjindë që kanë un grande orgoglio, që foljen Albrisht. Krenari, kanë krenarit madhe, thue, në Shqip, sepse krenari lidhet me kreon, me kokën. Pra gjua Shqipe është një gjuhë semantike. Allora Nanni, non kemi më preparato mburitu, se kur vejmë skole tu na bie ndërduar se në kish e ndëbucët se në kish folje me arbrisht. Nanni invece kem folje me arbrisht. E kush mund folje me arbrisht? Kini bëni ju me trasmisionat la RAI që është e hinë brënda ka shpijit. Nga të dielja ne bëthojnë në Cikarelli, na kemi bukurit, trezuarin, në nga ka mos njeri, cila kultur ka gjitha ta të rezur që vjuam, na? Allora ju kina ndikni, ma soprattutto kemi ndikmi këtire tre. Po tjetër, unë personalisht e kam bërë dhe ke televizioni publik, po dhe ke televizioni po punoj tani, edhe Radio Radikale ka qenë gjithmonë e hapur për të ndihmuar, po themi për mbarevajtjen e ruajtjen e gjuhës arbëreshe në shtetin e Italit. Po, intervistën e fundit për sa pashu e kishit me avokatin Rosella Blandi. Për çfarë folit? Allora, io voglio presentarti a San Benedetto Urlano, perché si jam e zbulojnë këta Katunde, e per ti zbulojnë sa më mirë, vjetë perché keni njohën, ata që në tjetjen, kemi individuare një ospitet që në rfije, quindi che ivi a tavolaro, që në presentarti kulturën, foglie dhe për teatri. Edhe ajo flet shumë mirë arbërisht ajo vajza. Ivi a tavolaro. Flet shumë mirë. Rosella Blandi, që është un esempio interessante, importante, se jo... Ka përmirësim se e kam intervistuar dhe unë për radio televizionin shqiptar, edhe për ABC Newsin, ka një përmirësim të jashtëzakonshëm të folurës së gjuhës arbëreshe Rosella Blandi. Ashtu, quindi sia io dimostranti, io molto sto impegnata, perché non è io vien më shpejt në shkiperi, ka kontati, quindi
Këta contatti, ecco perché janë importanti që ju kënë vini, na kemi sembri contatti, ma të thaqë sembri, Arberia e Shqipëria me Kosovën e gjithë, sepse na kështu u shumë termine, në një të kuptojnë kur folje, se u erdha shpejt në Shqipëria, mos më përpara nën kuptoshin njëri tjetrin, perché na jemi... Sa më shpesh të vini ju, e sa më shpesh të vim ne, patjetër që kuptohemi më mirë edhe përmirësojmë dhe gjuhën. Këtë vishe dhe ti, kënë vini Po, edhe ju kënë vini... Unë ta premtoj që do vi në Zotit do na japi këtë mundësi, të bëj një puntat në Frashineto, po me grupën teatrale tuaj, të me interpretoni për teleshikuesët në Shqipëri. Sa veta jeni në grupin teatral? Allora, jemi sarua, se në një u alargarti me kemi edhe e gjindë, këtë më pëlqen shumë, do të thonë, kemi edhe gjindë profesionisti që bëjnë muzika, se do t'jelen teatri, no, ma do t'jelen një edhe kënga tonë. Quindi kemi shumë të edhe kënga kanë ndihmuar për ruajtjen e gjuhës. Emanuele Armin. Esatto, perché këtë gjithë një teatri për mua është një strument që këtë tjelen gjuhën, ma këtë tjelen edhe gjithë kulturën arbresh. Kur na nisemi kem tjelmi gjithë ta elementi, se Arberia vloj gjithë shoqë, vloj gjuhën, vloj kostumet, vloj kuqinën, vloj këngat, soprattutto këngat. E këta janë importantissimi. Na të presmi, Drejt, do vidhe me kënaqësi. Po, për vitin e ri, ku do e bëni Krishtlindjet edhe vitin e ri, pyetja e fundit? Jo, na kemi një teatro popolare, që me tjelmi gjithë këta katun dhe arbresh. Però jam e preparare in modo shumë dua se këtë Pinocchi është një komedje që secondo me... Pinocchi i arbërist, mos e harroj. Pinocchi Arberis, se është Arberis, e u duhet e tjele nda për në gjiru, nda për botën, se ke njohen gjithë Arberin, si je. Jam e pëndomi sa më mirë, më jo me shumë gjinë, ma më pak, perché në nga faqë të gjirash me shumë gjinë. È difficile. Okej, unë të falenderoj. Po, të falenderoj për këtë intervistë, edhe do bëjmë edhe të tjera, që të mos i bëjmë të gjatat, na ndjekin njerëzit. Faleminderit shumë edhe urimet më të mira për punën që bëni me teatrin popullor. Shumë faleminderit, falë shumë, rri mirë, me shëndet e shumë urime e gëzuar për vitin e ri. Gëzuar festat Krishtlindjet dhe vitin e ri. Dhe gëzuar edhe për ju të nderuar miq që na ndiqni nëpërmjet kanalit Artur Nura Channel në YouTube. Në podcastin Fjasim Arbërisht. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.